e mesme, unaza e jashtme, asë një kryeqytet në Ballkan nuk i ka kaq probleme të mëdha. Prishtina ka met shumë brapa për rrugë. Prishtinës na çat po shohim po rregullohen rrugët e vjetra. Rrugët e vjetra po rregullohen që është shumë mirë, sepse nga se si të vozicin më mirë, ato mjeti nuk prishet. Ka më pak mundësi për dëmtime. Për dëmtime. Po, për me ja rregullu dhe me ja mundësu vëzitësve, si dhe qytetarëve, një jetë më të lehtë, më pak nervozisëm pasi që të kthehet nga puna, do të bëhen arterje të reja. Arterje të reja nuk janë të bëhen për rrugë, në Prishtinë. Fatkeqësisht, derisa janë zhvillu rrugët mes qyteteve, ka mujt njëkohësisht më zhvillu edhe Prishtina si kryeqytet, po edhe këtu janë ndërru partit në komunë, janë ndërru qeverisë të ndryshme, edhe ka mbet që shka mbet Prishtina, tash fajnë se cili kryetar. Subjekt politik në këtë rast, po, dhe kryetarët e tyre. Këtu është një Prishtinën, unë ku jëmë lindë, jëmë rritë Prishtinë, më janë keqë në çfarë gjendje është për infrastrukturë rrugore. Asë një arterje. Mirë, në këtë gjendje që jemi, dhe me gjitha këto ndërtime, mbi ndërtime që po ndodhin, a ka shpresë për të rregulluar? Ka shpresë shumë, sepse ekzistojnë njerëz, ashtu që është mundë më bëjë projekte të ndryshme, me një dëshirë të komunës, po këtë do të më lidhë, dhe qeveria, nga qeveria dhe nga komuna. Do të lidhen bashkë. Ajo lokale me... lidhen bashkë që të kemë energji të rregullojmë kryeqytetin tonë, se kryqëteti është të gjithë dhe nuk është i kësaj partia. Në një farë formë është pasqyra e gjithë vendit, gjithë i kanë sytë dhe në një farë formë e konsiderojnë shtetin përmes një kryeqyteti. Unë kam frikë që pas disa viteve, kur t'ja lajmë ne, kur t'ja lajmë fëmijëve se më të rive, keme thonë që në çfarë gjendje ja dorëzum kryeqytetin, edhe ajo tani është shumë vonë, se është mundësia shumë e mirë që me fillu që është tani edhe pak me inale dhe ndërtimet e objekteve, se është shumë flukës i madh. Po. Ndërkaq